Një zhvillim i rrezikshëm ka ngritur tensionet në lindjen e mesme pas kërcënimeve për përdorim të armëve bërthamore. Një zyrtar i lartë iranian, generali Mohsen Razaei, deklaroi se Pakistani ka kërcënuar se do të godasë Izraelin me një bombë bërthamore nëse ky i fundit përdor një të tillë kundër Iranit. Sipas Razaei, Pakistani ka shprehur mbështetje të plotë për Iranin dhe ka dhënë garanci për reagim në rast të një sulmi bërthamor izraelit. Razaei, i cili është antar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit, është figurë kyçe në gardën revolucionare, u bëri thirrje vendeve islamike të bashkohen kundër Izraelit. Tensionet janë rritur ndjeshëm pas një valje të re sulmesh nga Izraeli ndaj objektivave iraniane, përfshirë objekte të dyshuara bërthamore dhe figura të larta ushtarake. Ndërkohë, sipas mediave ndërkombëtare, presidenti i SBA Donald Trump i ka kërkuar Izraelit të mos ndërmarrë një sulm për vrasjen e liderit suprem iranian, Ali Khamenei, ndërsa kanë nxitur palët që të kërkojnë një zgjidhje përmes marrëveshjes. Megjithatë, Trump ka theksuar se ndonjëherë palët duhet të përballen ushtarakisht përpara se të negociojnë. Situata mbetet e tensionuar me frikë për një përshkallëzim të mëtejshëm që mund të përfshijë rajonin e më gjerë.